Juan Ervin Qylafku, Morali Islam përballë sfidës së modernitetit. Dinamika dhe ndryshimi është atribut I krijesave. Fundja Allahu, pandëshueshmërinë e ka lënë si ekskluzivitet I qenies së tij. Ndërsa ne njerëzit jemi pandashmërisht pjesë e transformimeve. Edhe nëse mundohemi të tregohemi stoike ndaj një mori qëndrimesh apo rregullash të trashëguara që kanë sistemuar jetën dikur, prapë nuk ja dalim dot. Me hyrjen në epokën e ndryshimeve të mëdha, bota është shndërruar në një fshat të vogël, siç I thonë fjalës. Konceptet për jetën, si dhe shumë ide të cilat ishin të panegociuara më parë, sot konsiderohen të vjetërsuara dhe pjesë e muzeut të memorjes së historisë. Teknologjia ka afruar çdo largësi, globalizmi nga ana e tij ka shembur kufijtë e ndarës. Çdo gjë është më afër se kurrë. Kufijtë tashmë janë vetëm imagjinar. Vlerësimi për çdo gjë ka ndryshuar, po a vlen të thuhet kjo edhe për moralin? Por ç'është morali, cili është përkufizimi I tij? Thuhet që kjo fjalë e ka origjinën nga latinishtja moralis, që janë veset, doket dhe zakonet, ndërsa sipas fjalorit të gjuhës shqipe, morali është tërësia e parimeve, e normave dhe rregullave që janë krijuar e ndryshojnë historikisht në kushtet e caktuara ekonomike shoqërore dhe që përcaktojnë sjelljen e veprimtarinë e njerëzve në shoqëri. Pra kemi të bëjmë me rregulla, parime ose norma të sjelljes të paravendosura nga një shoqëri, bashkësi dhe të pranuara nga njerëzit për mënyrën e tyre të sjelljes dhe të zbatueshme nga ata. Ndërsa në gjuhën arabe, termi moral I përshtatet fjala khuluq, që në kuptimin leksikor do të thotë shprehi, natyrë, karakter, që nënkupton ato karakteristika të jetësuara të njerëzit, të cilat I japin atyre mundësinë që në kushte normale, pa ushtruar mbi ta asnjë formë presioni, të bëjnë lirshmërisht zgjedhjet e tyre. Thuhet që njeriu si qenie ndryshon çdo 5 vjet, pra nuk është më ai të cilin njihnim më parë. Kjo sepse qelizat e trupit të tij rigjenerohen si pasojë e proceseve lindje-vdekje të këtyre qelizave, po ashtu ne jemi qenie që marrim dhe japim nga mjedisi ku jetojmë, dhe është shumë e natyrshme që sipas psikoanalisit Fromm, karakteri apo natyra jone të pësojë disa modifikime në thojza, nëse do më lejohet ta quaja kështu. Kjo në kundërshtim me dogmen mjaft të përhapur psikoanaliste, sipas të cilës mjedisi rrethues shkakton ndryshime thelbësore në zhvillimin e individit, në foshnjëri dhe në fëmijërinë e hershme, kurse në të ardhmen karakteri, tashmë I formuar praktikisht, nuk ndryshon në ndikimin e ngjarjeve të jashtme. Fromm vendos theksin se fakti se ka një shumicë shembuj të asaj se ndryshimet rrënjësore të mjedisit rrethues çojnë drejt ndryshimesh thelbësore në sjelljen e njeriut, forcat negative pushojnë se marrin mbështetje, kurse ato pozitive mbështeten dhe nxiten. Normalisht, që njerëzit kanë qenë aktorë të ndryshimeve strukturore sociale sa herë që kushtet social-ekonomike, si dhe politika, I kushtozon atë. Ishin njëkohësisht edhe pjesë e lëvizjeve demografike në kërkim të një jete më të mirë. Muslimanët nuk përjashtohen gjithashtu nga ky fakt. Ata populluan edhe hapësira të cilat ishin të reja kulturalisht, për ta
janë ballafaquar me koncepte të tjera për jetën, të panjohura më parë me religione të reja. Muslimanët janë njerëz me gjurmë në historinë e njerëzimit, veçanërisht në kontinentin evropian. Një përmbledhje të tillë brillante rreth kontributit të tyre na sjell në memorie Leon Feuchtwanger në hyrjen e romanit të tij Cifutka e Toledos, ku tregon se zotërinjtë e rinj muslimanët kontribuan si në infrastrukturën e qyteteve të Spanjës, por edhe në shkenca të ndryshme. Falni. Ata përkthyen po ashtu edhe mjaft vepra të filozofisë, si dhe të elementëve të tjerë, duke mos përjashtuar asgjë, madje edhe Toren, librin e shenjtë të hebrejve, Spanja u shndërrua pra në kryeqendrën e botës aso kohe. Arabishtja ishte gjuha e aristokracisë. Ata nuk dhuruan vetëm, por edhe moren, huazuan çdo kontribut njerëzor që ishte i dobishëm dhe që konsiderohej vlerë e shtuar. Dhe kjo ndodhi në çdo kohë, por sidomos në kohën e modernizmit, fillimet e të cilit datojnë disa shekuj më parë, ku kontributi muslimanëve në këtë fushë të historisë kishte filluar të kurrjen. Ata ja kishin lënë stafetën e kërkimeve shkencore europianeve, të cilët ishin divorcuar nga kisha dhe çdo gjë që lidhej me religionin, sepse çdo marrëdhënie mes kishës dhe modernizimit e konsideronin në antagonizëm të skajshëm. Natyrshëm lind një pyetje, se çfarë është modernizimi, të cilin europianët e kërkonin me domos, qoftë edhe me gjakun e tyre, pse donin t'ia zhvishnin kishës pushtetin e saj dhe kontrollin mbi çdo qelizë të shoqërisë, si dhe çdo akt të individëve të saj, pse kërkonin që çdo dukurie t'i gjenin përgjigje në arsye dhe jo në shkrimet e shenjta, si dhe kur ka filluar kjo periudhë. Antonio Giddens, në një nga sociologët më në zë bashkëkohor në librin e tij Pasojat e modernizmit, thotë: moderniteti u referohet modeleve të modernizmit. Moderniteti u referohet modeleve të jetës shoqërore ose organizmave, të cilat u shfaqen në Evropë rreth shekullit të 17 dhe u përhapën gjatë kësaj periudhe pothuajse anë kënd botës. Modernizmi, që konsiderohet mënyre jo tradicionale jetese dhe organizimi shoqëror, ka lidhje me iluminizmin evropian, periudhë që karakterizohej si largim nga besimi te Zoti dhe rritja e besimit tek arsyeja. Fillimisht kjo nënkuptonte kërkimin e burimit të së vërtetës jo më tek arsyeja hyjnore, por tek vëzhgimi empirik dhe te mendimi racional. Në një kuptim më të përgjithshëm, modernizmi shënon ndërprerjen e rendit tradicional dhe shkëputjen nga tradita, nga mënyra tradicionale e të menduarit, të sjelljes dhe të organizimit institucional të shoqërisë, të cilat mbështeteshin në marrëdhëniet farefisnore, në ontologjinë fetare dhe në praktikat tradicionale që ishin në mënyrë inherente, të qenësishme konservatore. Kjo periudhë përshkruhet nga Fromm te libri i tij Aratisi nga liria si anatomizim i institucioneve, pra shpërbërja e tyre. Njeriu modern, për të krijuar pavarësi prej çdo modeli të vjetër,
Thërmoi gjithçka në emër të lirisë, u shkëput nga farefisi, krijoi një mënyrë shumë individuale besimi, u largua nga familja. Kisha, klasa e tij sociale, kufizimet që ja kishte vendosur më parë, morali fetar dhe shoqëror, ai krijoi një perceptim të ri për jetën, familjen, shoqërinë, fenë. Ky ishte rezultati shumë shkaqeve, por mund të veçohet nga më kryesorët pushtetin që ushtonte kisha dhe kleri mbi çdo fashë të shoqërisë. Pengesën që i bënte ajo zbulimeve shkencore, diturive të reja dhe refuzimin e çdo komenti të dukurive natyrore jashtë atij religjios. U kryen shumë krime në emër të Zotit e për pasojë njerëzit u angazhuan seriozisht për të braktisur atë Zot në thojza dhe shkrimet e shenjta që kleri i ofronte njerëzve. Këto zhvillime, si dhe të tjera social-ekonomike, dobësuan lidhjen e forta shoqërore dhe njeriu u struk brenda familjes së tij për të shprehur interes më tepër për njerëzit më të afërt, por nga ana tjetër, ky individ përbëhet nga pjesë esenciale, trupi dhe shpirti, ndërkohë që ai do të largohej nga bashkësia që i ofronte ushqimin shpirtëror. Njeriu do të kërkoje për alternativën e munguar dhe për të qetësuar shpirtin e tij nga lodhja, si dhe për të bërë atë të ndihet i lumtur, do të angazhohej të përmbushte dëshirat e tij me fanatizëm më të shturura. Megjithatë, ky individualizëm i tejskajshëm në emër të lirisë kishte koston e tij. Ai u ndije i vetmuar, i friksuar për të ardhmen e tij, sepse i mungonte mbështetja e fisit, shoqërisë, miqve, bashkësia që purifikonin shpirtin e tyre së bashku në faltore. Njeriu modern u përball me sfida që i shkaktuan krizat e forta shpirtërore, morale, fetare, ekonomike, të cilat nuk i përkisnin një segmenti të caktuar kohor, por që e shoqërojnë ende në ditët tona, ndoshta më shumë se në çdo kohë tjetër. Po muslimanët a janë duke u përballur veçanërisht me krizat e moralit, e nëse edhe ata janë pjesë e transformimeve shoqërore që synojnë edhe moralin, si duhet t'i shmangen deformimeve të tij. Normalisht, muslimanët janë të urdhëruar që të jenë pjesë integrale e shoqërisë, e jo të veçuar ose të izoluar. Të jesh aktiv do të thotë që të përballesh çdo ditë me sfidat e arsimit, kulturës fetare dhe me sjelljen. Do të thotë të kesh gjurmët tua në ruajtjen e të natyrshmes dhe njerëzores nga çrregullimi i madh që po i ndodh turmës. Të angazhohen në betejë të reja, në fusha gjithnjë e më të ashpra, sidomos në ato që quhen politikat e identitetit, e të cilat inkurajojnë pakicat që të dëgjohen ose edhe të favorizohen, por jo vetëm të dëgjohen e të inkurajohen, por edhe të imponojnë në pjesës tjetër të njerëzve që janë në fakt shumicë të këlltisin pretendimet e reja të pavërtetuara shkencërisht. Procesi i çrregullimit të kulturës është duke përparuar frikshëm me hapa shumë të pabesueshëm, sidomos kur ai mbështetet nga grupe interesi që nxjerrin përfitime nga ky proces. Megjithatë, muslimani që jeton në kohën e modernizmit duhet të ndihet i privilegjuar sepse ai ka mbështetjen e duhur për t'i përballur me sukses këto sfida të vështira. Ai ka librin e Zotit, Kur'anin, që i ka rezistuar ndryshimeve dhe falsifikimit. Zoti i ja kujton atij këtë fakt ku në ajetin 9 të surës Hijr thot: Bismillahirrahmanirrahim, ne kemi zbritur Kur'anin dhe ne do e mbrojmë atë. Dhe padyshim, përderisa ai ka qëndruar autentik në përmbajtjen e tij, muslimani përveç të tjerash gjen koncepte morale që nuk i
tjetërson dot koha dhe rrethana shoqërore. Këto koncepte janë burimi i tij kryesor i ushqimit të shpirtit dhe mendjes, si dhe orientim për t'u rreshtuar në anën e duhur në kohët rrazirash dhe shturjesh që sfidojnë moralin.